ndryshu, sepse u tha edhe nga parafolësja ma here, tash edhe femnat nuk janë që durojnë ma, si kur ka nduru për para. Sepse nëse i nxjerrim statistikat në të kaluarën, rastet e shkallëzimeve zakonisht ka ndodhur kur ka dashur bashkëshorti i gjinisë mashkullore mu da pej gruas. E ju pëzojmë, moj me thonë që 80% rasteve kanë qenë shkallëzime ku burrat kanë qenë të pakënaqur me jetën që kanë pasur me gratë e tyre. Ndërsa 20% ka qenë që gratë janë dashur të pakënaqur me burrat. Edhe kjo ka ardhur për shkak të asaj që gratë janë paragjykuar nëse o da pej burrit, pse o da, tek o da, besa ka pat raste që u vlerësuan ndoshta edhe në aspektin moral pse o da pej burrit, e thash modernizimi ka sjell diçka tjetër. Pse ka sjell diçka tjetër, se sot po punojnë edhe gratë edhe burrat, nuk punojnë vetëm njëna anë, edhe pe kanë mundësinë edhe pavarësinë ekonomike me jetu jetën edhe gruaja pa majt burrin, s'po është varen patjetër pej burrit, edhe ajo po ndodh pëzojna në rast se automatikisht përpara 80% ka ndodhur pej burrave, 20% pej grave, sa diki gjys-gjys, që i bjen edhe